Do të flasin për një temë e cila në fakt është gjithmonë diskutim në Shqipëri, por jo vetëm, edhe në Kosovë, dhe në fakt marr shkas edhe nga lajmi që ka qarkulluar këto ditë edhe në Itali, ku vajzat me hijab, edhe me shami të mbuluara, si duket do ndalohen në vendet publike. Por jo vetëm kaq, në Kosovë në fakt prej vitesh flitet dhe diskutohet për vajzat me shami të besimit musliman dhe aksesi që ato kanë në shkollë, në ciklin e ulët, në 9 vjeçare, gjatë gjimnazit dhe në universitet. Dhe për këtë arsye do diskutojmë sot me një panel të ftuarish. Ai është profesor, është mjek dhe ndërkohë është edhe ekspert i arsimit Çamik Dika. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Kënaqësi ju kemi. Dhe koreografja Linda Kalemi në thash sa herë që kemi tema të tilla diskutimi, ajo jep mendimin e saj dhe opinionin duke bazuar në fakte jetësore, duhet të. Tjetër po 30 vjet në një vend me tendenca të fesë islamave, po, patjetër. Dhe ndërkohë kemi edhe në lidhje me Skype farmacistën Zamira Braushe. Mirëmëngjes Zamira, shumë kënaqësi të kemi. Zamira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ti je një ndër ato të ftuarat që edhe në studion tonë ke treguar historinë e jetës tënde, edhe fakti që gjatë universitetit ke vendosur shamin dhe më pas do të flasim se sa të ka penguar apo të ka favorizuar. Por le ta nisim me profesorin. Profesor, si është ky aksesi në vendin tonë i pasjes së një studenteje me shami? Ka më shumë akses se më përpara? Numrat po rriten për hir të së vërtetës, shoh që nga vit në vit ka edhe më shumë studentë të cilat e praktikojnë fen muslimane dhe pa diskutim praktikimi tashmë nuk është vetëm një rit besimi në raport me Zotin, por ndoshta rrymat radikale apo besimi është më i njohur në praktikat e atyre që i praktikojnë fen muslimane dhe sigurisht shoh që ka një rritje të numrit të studentëve, sepse studentët kanë të tjera element, por studentët shoh që ka një rritje tendence për të veshur ato veshjen tipike muslimane të cilët e manifestojnë. Nuk shoh që ka ndonjë pengesë nga kolegët apo nga institucioni aq më pak, kështu që në këtë aspekt shoh që liria e besimit ushtrohet e plot nga ana e besimtarëve. Po, ndërkohë sa penguese mund të jetë për pjesën e auditorit? Një student apo disa studentë të tilla, meqense thoni që është rritur numri. Po për mua personalisht nuk është fare penguese, të them të drejtën, domethënë secili që ka një besim të tij, është i lirë ta ushtrojë atë, pa penguar sigurisht lirinë e tjetrit pa qenë pengues në raport me elementet. Sa kohë ato nuk janë problematike në raport me ushtrimin e besimit të tyre në orën e një leksioni, në orën e një seminari, apo për ushtrimin e veprimtarisë normale akademike, kjo nuk ka të bëjë fare. Unë personalisht nuk jam për promovimin agresiv apo të radikalizmit fetar, do doja ta theksoja këtë gjë, por nëse një femër e beson realisht këtë dhe buron, po themi, nga familja e saj e origjinës, kjo praktik, pa diskutim, ajo është e lirë ta ushtrojë atë. Po ndërkohë, studentët e tjerë që janë pjesë e këtij auditori, sa të paktën edhe në syrin tuaj, si keni parë ata që janë në qasje me një vajzë që mund të jetë e mbuluar? Vite më përpara do të thoja që ndoshta kishte edhe pak reagim, domethënë dikush edhe mund ta përsnynte një element të tillë, dikush mund ta përqeshte, dikush nuk ishte komode kështu me radhë. Gjithmonë më shumë e shoh diçka normale, shoqëria ka ato ritmet dinamike normale të saj, të cilat këtë element e ka tashmë të pranuar. Por nuk mendoj që duhet jemi në fazën që të pengojmë, patjetër, nuk është një debat për pengim, por do të thosha që nuk do të jemi shumë agresiv pozitivisht për ta promovuar një rit të tillë deri në detajet më maksimale, kur edhe vende muslimane vetë kanë një liberalizim në trendin fetar të tyre. Dakor, tamam, ka një gjë që edhe ju e thatë që duke sikur rritet numri, shtohet numri, dhe këtë Linda besoj se ti i ke ndjerë dhe ke parë edhe në Shqipëri, kryesisht që vajzat me veshje muslimane janë ditaditës në numër rritës. Dhe ty si të duket nga këndvështrimi jot, aq më tepër që ti e the që ke jetuar kaq shumë vite në Turqi dhe e bën jetën mes Turqisë dhe Shqipërisë? Më tepër kam dikur nga se 30 vjet në Stamboll jam pak, pra
E para një unë s'kam kulturë fetare, se jam rritur në kohën e para 90-s dhe nuk jam përqëndruar shumë në asë një Kuran apo si theni Bibël, këto nuk para. Por 30 vjetë në Istanbul, unë kam parë, se unë jam sigurisht nga të gjithë komuniteti ynë, unë jam pak më avancuar në këtë rast për të parë se çfarë efektesh ka kjo kulturë fetare. Edhe problemet e saj, se gjithmonë në median turke, profesor, teolog, sociolog, bile dhe shkencëtar kanë folur për këtë, vazhdimisht dhe gjithë debatet unë i kam ndjekur. Dhe unë e di se çfarë pasojash ka kjo lloj. Unë jam dakord me profesorin që duhet jemi të lirë në këto besimet fetare, por në qoftë se ajo bëhet me dëshirën e vet. Unë u bazova dhe në disa probleme që kanë filluar në Gjermani tani që bëhen jo debate tilla në lidhje me besimin fetar, për të cilën theksojnë me një slogan dhe më pëlqeu ky slogan. Besimi, pra burka është simboli shtypjes apo është liri besimi. Pra, këtu është kufiri në të cilin po bëhet një debat shumë i madh në Europë. Ajo që unë ndjeva 30 vjet në Istanbul, e para problemi është ky. Teologët, profesorët turq thonë, sigurisht disa se ka dhe debate, ka dhe mendimet kundërta, thonë këtë dhe më të mëdhenj, që janë më të mirët, pra më të mëdhenj dhe më të konsideruar si titullar, thonë, Kurani është deformuar gjatë kohërave. Kurani nuk e ka pas të detyruar, por nëse ka qenë një këshill, pra që nuk e di, a jeti kaq, se nuk e kam këtë kulturë, por thonë që hiret e femrës mund të mbyllen. Hiret ato i thonë dekolteja, qafa, floku. Nuk duhet keni lloj ekspozimi, pra, dhe më para ka qenë që veshja duhet jetë e gjerë, jo ajo veshja e ngushtë dhe pjesa e nguluar. Pra, këtë po thuaj që ka avancuar. I përmendin këto, por nuk është detyruar. Dhe ajo që debatojnë vazhdimisht dhe unë në kora kuptova se ç'është besimi, domethënë Islam. Unë para 20 vjetësh filloi djalit me lexonte, se ishte shumë i lidhur mbas Kuranit dhe lexonte shumë. Në momentin që në Kuran, e para njerë më detyronte ta lexoje dhe zoje t'i prishe qefin. E lodhur vjen natë nga provat, nga shfaqjet, nga këto, dhe kur filloi. E detyruar lexoje Kuranin për të. Jo, me lexonte djalit. Lexonte Kuranin sa i donte. Vërtet kjo është një dëshirë e mirë, donte që ne të jemi të mbrojtur si familje. Se jemi larg. Pra je pa familjen tënde, motra, vëllezër, gjaja. Po djali ndërkohë kishte atë dëshirën e tij, meqense jemi këtu thjesht për të bërë atë paralelizmin. Kishte dëshirën e tij dhe pra ishte mësuar me atë lloj fryme që ishte atje për të qenë edhe pjesë e besimit musliman. Po kishte edhe këtë. Për ta ndjekur mbase si praktikant. Të mbrojtur. Domethënë mendonte duke lexuar Kur'an ne do të mbrohemi si familje, se unë nganjëherë tregoj shqetësimet e mi që kanë bënë të lidhe me gjëra burokratike, vrapoja dhe në debat dhe këto, dhe gjithmonë ai shikonte të lodhur nga njëherë të mërzitur, ma lexo Kuranin se do të ruaj Zoti, siç e kanë moshat e reja. Por vura ringjër, momenti që më lexon në Kuran një fjalë e tillë, aty ndalova. I thash unë nuk dua të më lexosh më dhe dua të bind. Po. Aty nuk Cila ishte ajo fjalë? Vetëm kjo fjalë mua më bëri, thash, po pse duhet ta duroj? Pra, pse duhet ta pranoj një gjë vetëm pse është Kuran? Dhe aty mbas bisedave që dëgjohen televizor nga teologët që është i deformuar Kurani, atëherë besova që ky Kuran është vërtet i deformuar në kora. Ajo fjali thonë të këtë. Në qoftë ju të mëshiruar ca terma që përdoren. Thotë në qoftë, pra ata janë qafir. Kafir i thonë qafir. Pra, të feve tjera. Do me thënë, trajtonte që besimtarët e feve tjera janë qafir. Fjala, kjo fjali mua më bëri stop. Edhe e lash, më pas fillova t'i bëj argumenta. Edhe i vetmi argument është ky. Është musliman, është kristian, është ortodoks, a është krijesë e Zotit e këtij të madhi Zot? Atëherë nuk ka pse të jetë kafiraj, ose s'ka pse të jetë armiku i palës tjetër. Filluan pak debate, se ishte shumë i rinj, mosh adoleshente dhe në kora, pak dal nga dal mundova ta bind. Është e vështirë, por mundohem jo unë, po dhe realitetet e jetës nganjëherë, kur janë lajme, unë tak i them, shiko djali çfarë ndodhi. Po t'ishte kështu. Duke ja shpjeguar, duke me fjalë, ose sociologët aty thonë, dëgjoj, mos u mundoni të lodheni me fjalë. Do me thonë,
kjo duhet shu. Duke i dhënë shembull duke pyetur. Si mendon, kjo që ndodhi, a është Zoti këtu? Pra, unë besoj në Zot. Unë jam, për mua ka një fuqi të madhe dhe ajo nuk diskutohet. Por emri Zot, natyra, fuqia, energjia, çfarëdo që të jetë Zot është. Të tjerat fete këto janë pak, domethënë për mua janë. Ndërkohë të bëjmë edhe një lidhje me Zamirën, edhe Zamira besoj na ke ndjekur, na ke dëgjuar deri tani. Në varg të kësaj bisede, mendon që të paktën siç thotë dhe Linda që mund të jetë deformuar Kurani ose në vazhdimsi të kësaj bisede, çfarë mendimi ke? Tani, unë në radhë të parë jam arsimtare, dhe si arsimtare do thosha që nëse një fëmijë i mbyllet dera e shkollës, ati është bërë një keqe shumë e madhe. Po e supozoj se dhënia e mbulesës për një vajzë që ka një gjë e keqe. Kjo është e keqja e parë që do shta ajo ja bën vetes. E keqja e dytë i bëhet nga ata në thonjza arsim dashësit, duke lënë atë jashtë derës së arsimimit. Ke raste të konstatuara sepse në Kosovë po dietu, ne thash edhe pak më herët që ka pasur edhe përjashtime të vajzave me shami. Unë po e them këtë gjën si një logjik timen, si arsimtare, që unë kur nuk do i lija jashtë derës shkollës një vajzë, një fëmijë, i cili do të arsimohet vetëm sepse ai mbledh flokët me mbulesë. E thon kështu nga ana jo e besimit, e thon si logjik e një arsimtare. Në qartë. Nëse unë jam mësuese fizike dhe dua që aty në klasën time unë të shpjegoj ligjet e fizikës, që mendja e tyre të jetë e ditur për të qasur realitetit me një dije më të gjerë, pra të kenë një mendësi më të hapur, unë këtyre fëmijëve dhe këtyre vajzave me mbulesë do ju hapja dyert e shkollës, por edhe dritaret. Ndërsa në momentin që ne vendosim që kjo gjë është një problem dhe vendosim që kjo gjë është një keqje për jetën e tyre, dhe nga ana tjetër ne ja mbyllim dyert e arsimimit, ne kemi bërë një të keqje akoma më të madhe. Kjo në logjikën time si arsimtare e bazoj përsëri. Ndërsa nëse do flisa për besimin tim, po dakor, po të ndikon fakti, më fal Zamira, të ndikon fakti që je vetë praktikante dhe besimtare dhe ke edhe ti një shami? Pra të ndikon? Jo, nuk më ka ndikuar, nuk më ka prishur puna se dhe njerë veshja se si unë, ja si jam e veshur. Jo për të penguar, e ka fjalën për mënyrën se si mund ta logjikosh dhe ti pranosh dhe të mbash të retorik, pra unë s'do t'i përjashtoja, s'do t'i hisha, s'do t'i... Pra, thot Bora që në vetdijen tënde kjo të ndikon. Ndoshta nuk po e kuptoj këtë pjesë tani, se ndoshta më vjen dhe zëri pak keq, por mua më duket e keqja më e madhe lënia jashtë arsimimit të këtyre fëmijëve, të këtyre vajzave. Domethënë jo, në vazhdën e kësaj që po themi është pikërisht për këtë që mbase fakti që ti vetë mban shami, në vetdijen tënde dhe në personalen tënde të ndikon kjo gjë për t'i parë me empati të shtuar të gjithë njerëzit e tjerë që mund të mbajnë shami dhe janë praktikantë të besimit musliman, në këtë rast për vajzat, pra që siç po flasim. Kjo ishte rrjedha asaj që po thoshte edhe Bora. A e kuptova. Tani unë prandaj e nisa duke thonë po flasi arsimtare, ose po flasi arsim dashëse. Sepse po të flisja nga bindja ime fetare ose nga empatia fetare, do e nisja fjalin ndryshe. Kjo që unë sa po thash është që unë nuk kam qenë gjithë jetën me mbulesë, unë kam jetuar vite edhe pa mbulesë, madje kam jetuar shumë vite pa mbulesë. Dhe këtë qasje e kam patur karshi dijes, karshi arsimimit. Në këtë aspekt unë po flas vetëm për arsimin, nuk po flas për bindjet fetare. Bindjet fetare janë diçka tjetër që ndrojnë tek unë. E qartë, po, Linda. Po, patjetër. Linda ka një pyetje për ty, Zamira? Kam një pyetje, mos të keq kuptohem. Atëherë, nëse arsimi konsiderohet zhvillim, sepse të arsimosh do thotë që të ecësh në karrierë, në jetë edhe të gjithë të bagazh dihesh ta marrësh edhe ta shfryzosh në karrierën apo në jetën tënde, që jeta jonë personale, sidomos për të arsimorit, ka të bëjë edhe me shoqërinë. Me çka kam parë flas 30 vjet në Stamboll, është ky debat. Në qoftë se një shami apo një burka apo një simbol i një feje i vendoset një fëmijë që 12 vjeç, që 9 vjeç, që 13 vjeç, pra pa bërë 18 vjeç, pa qenë koshiente. Kjo është besim, është besim fetar apo është imponim i këtij simboli. E para, në qoftë se mendoj, unë e kam dhe pyetje më tepër, por
Si mund ta konsideroni ju që jeni simboli zhvillimit, jeni arsimtare, kjo dhe e dyta, në qoftë se do të marrë një zhvillim, pra do të edukohem, do të studioj, që do thotë unë do të dalë në shoqëri. Të gjithë profesionet kanë të bëjnë të lidhur me meshkujt. Nuk e di se si është në Shqipëri, jam e sigurt, por unë dija që një femër që është e mbuluar nuk prek mashkullin, nuk i jep dorën, nuk e prek në profesionet e saj që janë kontaktin. Kur nuk e prek, kur nuk e kontakt, sa do zhvillohet kjo vajzë që do të marri këtë arsim dhe apo këto studime, kur ajo nuk do ta derdhi, nuk do ta praktikoj ashtu si të tjerët, paralelisht në jetën e saj. E ta dëgjojmë Zamirën. Atëherë, në radhë të parë, unë do e them, sepse është mendimi im, se të gjithë po flasim në mendimin tonë, nuk po flasim në studime shkencore sociologjike që janë të përfshira me fjalë me standarde të rregullta të këtyre gjërave, po flasim opinionin tonë të lirë. Në opinionin tim të lirë, unë kuptoj që Linda ka shumë deformime në lidhje me besimin islam, dhe nëse unë do thosha për shembull që unë jam një mami e cila jam me mbulesë, dhe kam bërë universitetin e parë për fizik, universitetin e dytë për farmaci, jam duke ndjekur një master në nutricion, ushtroj profesionin tim si farmaciste dhe jap shërbimin tim në shërbimin farmaceutik në Shqipëri, jap një biznesmene e suksesshme, bëj kurse noti, bëj palestër rregullisht, ndikoj me faqen time të Instagramit duke motivuar gratë që të bëjnë një jetë të shëndetshme dhe të kujdesen për trupin e tyre. Më fal që ju ndërpres, më fal që ndërpres për çështje kohe. Jam dakord me mendimin tuaj sepse jemi të lirë, po kur i thoni dikujt që ti ke deformime, është e mira të argumentoni, të ilustroni me argumentin cilë është deformimi nga e rregullta. Sepse kur thua dikujt që ke deformime dhe ja ti lëm kohën ta shpjegoj. Edhe sqaron veten tuaj. Kur thua deformim, të kërkoj të lutem, më thuaj cila është e duhura dhe pa duhura që deformova unë, pa dhënë shembuj tuaj personal. Ju lutem më argumenton që edhe unë të korrigjoj atë çka nuk e kam të rregullt. Që është deformim nga ana ime. Në momentin që një person nuk është i studiuar për teologji, nuk mund të thojë dot që në Kur'an është bërë ndryshim. Pra kjo është nuk e dëgjuat, më fal, nuk të lejoj. E kanë thënë teolog, e kanë thënë profesori, kam të gjitha linket tu dhe janë me qindra. Nuk e them unë, e thash që në fillim s'keni dëgjuar se ka problem teknik mbase, unë nuk kam kulturë fetare. Unë dëgjoj dhe vetëm profesor dhe titular, nuk merrem as me ju personalisht, nuk as me mua s'duhet merremi. Unë flas emër të specialistëve dhe personave që janë të autorizuar për të folur për këtë. Por ndoshta Zamira thotë ana tjetër që është praktikante besimit musliman. Unë e pyeta thjesht, a do prekësh një mashkull, një vajzë e re që do të jetë në një sektor të punës, si ka të bëjë dhe me meshkuj. A do e preki apo s'do e preki? Unë e kam pyetur shumë të thjesht, pse shkojmë në shkenca apo në filozofi? Pse e kapim kështu në veshin? E dashur, zonjë, patriote çfarë jemi? Zonjë. Po. Ka kaq shumë vajza të mbuluara siç janë farmaciste, të cilat janë mjeke. Dhe janë të mbuluara dhe japin dhe ushtrojnë profesionin e mjekes. Me meshkujt. Kam pyetur, meshkujt i prekin? Se në Turqi nuk i prekin. Dhe është bërë debat i madh. Meshkujt i prekin se nuk e kuptoj. Po bëra më vjen shumë keq që ne kaluam nga tema e arsimit, sepse mi duke folur për arsimin. Unë besoj që duhet sa të marri fund kjo pikpyetja e Lindës, duhet patjetër të rikthehemi tek arsimi sepse më njëherë do japim fjalën edhe profesorit. Që kështu e përmendim pak pjesën. Arsimi është gjëja shumë e rëndësishme dhe për të arsimuar nuk duhet të ishte të drejta as edhe një fëmije, pavarësisht se si është veshja me fjalë tek ai fëmijë, tek ajo vajzë për shembull. E qartë të arsimohen. Kjo është e gjithë. Dakor, por qëllimi kryesor. Pikërisht, gjatë pyetjen e fundit që ti rikthehemi edhe të njëjtës, ti vetë ke dëgjuar raste që vajza me shami në ciklin e ullët, në nëntëvjeçare, në gjimnaz janë përjashtuar nga shkollat? Në një rast, ndoshta që nuk e ke njohur, nuk e ke dëgjuar. Në Shqipëri jo. Jo, në Shqipëri jo. Absolutisht jo. Madje, për të klikuar pak për të parë. Mbram, që kur mora vesh do vija në emision, klikova dhe thash në cilat shtete të gjithë fëmijët pavarësisht veshjes shkojnë, ndjekin qoftë arsimin fillor apo nëntëvjeçar apo të mesëm apo të lartë. SBA-ja dhe Anglia janë shembulli që neve ju referojmë dhe i dua më shumë që të bëhemi si ata, dhe fëmijët atje shkojnë me mbulesë në të gjitha nivelet arsimore. Dy nga superfuqitë e botës.
Po, e qartë, po profesor. Pra, unë e thash këtë si pyetje duke marrë shkas pak nga Kosova, shumë afër, jemi të shqiptarët e Kosovës. Por radikalizmi në Kosovë është një fenomen shumë më i ndjeshëm se sa në Shqipëri. Në periferitë e Shqipërisë, po të vëmë re, apo në shtresat e marginalizuara, zë terren një fenomen i tillë ku mbulimi i fëmijëve është më i lartë. Dhe është pa diskutueshme. Dhe praktikimi i fesë, domethënë deri në radikalizim, do thosha është fenomen më i ndjeshëm dhe në këtë drejtim Kosova është disa fish më shumë se sa Shqipëria. Unë nuk e di masat që ka marrë Kosova, personalisht nuk jam dakord ndalimi në sistemin arsimor i këtyre fëmijëve, por nuk jam kurrësi për promovimin e një kulture ashtu si që tha edhe zonja, do të thënë, ku vetë individi nuk e vendos të gjë me koshiencë plot, me vullnet plot. Të paktën, sistemi arsimor është një fuqi madhështore e cila bën të mundur edhe ndryshimin e mendimit raport me çështjen, edhe zbulimin e argumentave të së vërtetës. Dakor, një vajzë në klasë të 5 është bërë lajmi i kryesor edhe para disa kohësh në Kosovë që përjashtua dhe nuk lejohet të futet në ambientin e shkollës. Shiko, unë nuk jam dakord personalisht për këtë gjë, por nuk shoh që ato që e praktikojnë si imponim i familjes kanë vlerat më të mira herë, ndoshta nuk është rasti, por pra në një farë mënyrë të thuash që të kenë mbi 18 vjeç që të kenë mundësi vendimarrje. Kjo do të ishte zgjidhja më e vlefshme, që ato ta besojnë edhe ta vendosin vetën nëse do të jenë femra që praktikojnë ritet fetare në mënyrën protokollare siç e ka kjo fe, apo do të jenë të lira dhe të zgjedhin elemente të tjera ndërkohë nga ana tjetër sistemin arsimor. Shkolla në këtë mes, a i ka psikologët e duhur edhe le të themi personat e duhur për të marrë me këto grupe dhe për të folur me ta, për të bërë edhe përshtatin e tyre me pjesën tjetër të shoqërisë, mbase edhe nxënësit e tjerë në përshkollat edhe sidomos në sistemin e arsimit ulët, aty të paktën të merren edhe të mundohen që në shoqëri të jenë të gjithë të barabartë. Pikërisht, unë prandaj po dua ta vë theksin ke ky element. Sistemi ynë arsimor, shoqëria jonë, akoma nuk po e kupton rëndësinë që ka ky fenomen, radikalizimi i fesë. Do të thënë, nuk mund të them që jemi në këtë tendencë, por shoh që në zonat periferike, sidomos muslimanizmi, apo ne para pak vitesh ishim në luftën e Sirisë, ku shumë shqiptar shkuan të rekrutuar jo si ushtar, po ato shkonin në drejtim të mbrojtjes së fesë islame atje. Në këtë drejtim ne duhet jemi shumë të kujdesshëm që mos të shkojmë drejt radikalizimit të elementeve fetare. Nuk e ndalon dot, profesor, më fal. Nuk e ndaluar, nuk e ndalon, po mos ta promovojmë. Se jemi në fazat e para të kësaj, jemi vetëm 30 vjet të. Po gjithsesi tek kjo pjesa e Sirisë mos harrojmë që vetëm ditën e dieshme lajmi më i fundit ka qenë se Siria një Kosovën si shtet. Më mirë kuptoni, ato janë çështje politike, por flasim për çështje të vetçërisë. Dakor, pra, por meqense e përmendëm pak ishte një ndër lajmet e fundit që po qarkullonte. Unë jam për lirinë në mënyrë të padiskutueshme, mos pengimin sistemin arsimor, jam me bindje të plot kundër çdo mase e cila promovon në mënyrë aktive. Unë vete nuk do doja ta shihja një Turqi të re në sensin si Erdogani e ka stimuluar Turqinë tjetër. Patjetër, unë do doja, shiko, fakti që bota arabe ka liberalizim të disa aspekteve fetare që lidhen me femrën, apo me ritet fetare në tërësi, mendoj që ne jemi një shoqëri e cila këto element duhet i pranojmë patjetër, por duhet të qasemi në respekt. Zbatimi i këtij aspekti është në radh parë dinjitet njerëzor, por ne sigurisht që duhet jemi të kujdesshëm në dinamikat e vetë shoqërisë tonë për mos të rrëshqitur në drejtim të radikalizmit. Unë se zonjës desha, më falë, mbase më dëgjon, desha kam me një pyetje, se unë ju qova nuk e di, është asë Linda, vetëm për një ndërprerje të shkurtër të lutem, edhe Zamira, do presim vetëm pak, do bëjmë një shkëputje publicitare dhe rikthehemi dhe kthehemi te pyetja jote. Kthehemi pas pak.
Jemi rikthyer, po, dhe me njërë do ikim të Zamira të dëgjojmë edhe versionin e saj, mënyrën se si ajo gjatë periudhës kur ka qenë studente zgjodhi që të vendos shami dhe le themi të bëhet një praktikante e fesë muslimane. Gjë e cila Zamira nuk të ka penguar. Të ka bëra po. Para se të flas dy fjalë për historinë time. Po. Unë prapë do i mëshoj pjesës se si e shikoj çështjen si një arsim dashse, për faktin se nëse unë shikoj potencial brenda një klase dhe brenda asaj klase i shikoj ata fëmijë si tru të cilët duhen zhvilluar dhe prej tyre ne të kemi benefite. Nëse unë, një vajzë e cila rrie veshur me mbulesë, por nesër më del një kirurge e shkëlqyer, sepse truri i saj ka potencialin për të qenë një kirurge e shkëlqyer. Kur unë këtë vajzë e arsimoj dhe e nxjerr një kirurge të shkëlqyer, është shumë absurde dhe banale ti thuash kur ajo është duke bërë kirurgji e prek apo se prek dorën e kolegut. Unë sot jam një farmaciste shumë e suksesshme dhe nuk më ka ndaluar mbulesa që e ka marrë vendimin për të qenë me fjalë me këtë bindje fetare timen, për të qenë shumë e shkolluar dhe mendoj që ne duhet ta shikojmë qasjen nga kjo pjesë, që ne të mos heqim resurse dhe vetes tonë dhe benefite që ne kemi nga këto vajza të cilat tek e fundit kanë thjesht bindjen fetare të tyre, por ne duhet të shikojmë se çfarë ato i sillin shoqërisë plus. Profesorin e kuptoi dhe mirë kuptoi kur thotë që nuk duhet të lejojmë radikalizëm, është shumë e vërtetë kjo gjë. Por shikoj diçka më tjetër, sepse unë jam edhe po flasim nën, e cila kam një vajzë e cila është në gjimnaz. Ajo është shumë e talentuar për të studiuar biologji molekulare dhe një nga shkencëtarët e biologjisë molekulare në Itali është po me mbulesë. Dhe unë vetë, si prind, normalisht që do e përkujtoj asaj mbulesën, sepse është bindja jonë fetare që është një bindje ndaj Zotit, nuk ka lidhje me njerëzit kjo pjesë. Dhe në momentin që unë, mua si prind, më ishte e drejta të ndikoj te fëmia im. Një nën tjetër, po si unë, ndikon te fëmia e vet që ajo të veshë një veshje X të caktuar. Dhe normalisht tek fëmia ti nuk i shbën dot prindit të drejtën që ai të ndikojë tek ai në moral. Dhe nëse morali për prindin është që një fëmijë 13-14 vjeç të veshë veshje provokative seksi, atëherë edhe një prind i cili ka një bindje fetare si kjo e jona, i lejohet që tek fëmia e tij të flasi për mbulesën dhe absolutisht nuk ka imponim, ka vetëm kujtim. Kjo është diferenca e madhe që bëhet. Pra informimi që ti jep si një besimtare dhe si një nën me shami, informimi që jep fëmijës tënd dhe pastaj e lë që të zgjedhë, pra pa ja imponuar këtë lloj zgjedhje. Dhe kjo pastaj vazhdon gjithë ciklin. Unë vajzën time sot e kam pa mbulesë, sepse unë kur e kam vendosur mbulesën e kam dashur me shpirt sa unë e thash që edhe i matu nisë më therte. Më tha që nëse ti e ke bërë këtë hap, unë do vi dhe do të therr. Kam qenë në vitin e 3 në Universitet të Shkencave të Natyrës, kur e mora këtë vendim dhe më duket sikur kur e vesha këtë veshje, nuk më preknin këmbët në tokë nga kënaqësia shpirtërore që unë ndjeja. Po ti në universitet ishte një zgjedhje jote, pra ne këtë flasim që të paktën është e shëndetshme kur është një zgjedhje. Po. Ndërkohë vajza ti the që nuk ka, nuk është e mbuluar, pra nuk ka shami. Vajza jote. Nuk është mbuluar, ajo ka dëshirë të mbulohet, por ajo nuk mbulohet për dëshirën time. Ajo mbulohet kur bindet ajo vetë. Po pra këtë po them. Kur e ka si tjetër. Po ne flasim për shoqërinë tash. Ne nuk mbulojmë për njëri tjetrin, nuk mbulojmë për njerëzit. Tani Zamir, ti në periudhën kur e vendos shamin, që nuk do t'i rikthehemi historisë, po vetëm e idenë që ke pasur shikime të zyshave profesorëve në shkollë që si erdhi kjo që e nisi universitetin pa shami dhe tani gjatë këtij rrugtimi vendosi shami. Pra, që dalim te të njëjti kontekst i diskutimit. Si ka qenë para disa vitesh, si është tani? Po, unë profesor Floran Vilën e kam dashur shumë si profesor, se ka qenë nga katedra fizikës pothuajse më i miri, kur dikta ai të referonte të çajësh zemra duke e dëgjuar dhe normalisht nga fakti që unë studioja fort, në një moment kur ai më pa të mbuluar, unë ja kuptova revoltën. Më ka ndaluar me shkallë dhe më ka thënë, ku do punosh? Sepse ai kishte dëshirë që mua si studente, ashtu siç më jente, të më shikonte si arsim dhënse, pra atë dieta të i çoja, po për faktin që unë isha mbuluar, ai shikonte këtë gjë se mua do më mbylleshin rrugët e të punësuarit. Pra unë nuk mund të punësohesha me mbulesën. Dhe e kam ndjer, po e kam ndjer jo si një formë refuzimi, e kam ndjer si një merak nga ana e tij.
Dhe ma ka thënë pikërisht kështu, ku do punosh? Me fjalë apo e mbres mendjen. Dhe normalisht dhe prindërit e mi këtë problem kishin. Thoshin që ku do punosh ti, sepse nuk e mendonin që gjëra do vinin kaq shumë mbar në gjithë procesin tim akademik edhe të rritjes time profesionale që unë vetëm mbulesën se nuk do kisha problem. Dhe nuk më zhbër as edhe një problem. E qartë, pra ti sigurisht që tani e ke treguar me vite, me atë që ti ke mundësi që ta promovosh, ta nxjerrësh si një eksperiencë tënde personale dhe duke e treguar edhe suksesin tënd. Zamir, faleminderit shumë që ndave këtë moment me ne. Zamira, faleminderit. Të përshëndesim, ditë mbar. Gjithë mirë, mirupafshim. Ndërkohë, Linda, ti ke një këndvështrim tjetër sepse ke një eksperiencë familjare, le të themi kështu. Po, familjare dhe shoqërore. Unë e para desha të falenderoj zonjën, si e kishte emrin Zamir? Zamira. Zamira emri motrës time dhe desha ta përgëzoj për misionin apo për atë, domethënë për qëllimin e saj, sepse të duash kushdo që ti të duash që vajza të shkollohen, gjëja më e mirë është gjëja për të mbështetur më tepër, se arsimi çon në zhvillim apo në kulturë apo në edukatën qytetare apo edhe në jetën cilësore. Edhe është për të përgëzuar. Por këtu janë raste të specifike të veçanta. Unë them, po është një shprehje shumë e bukur që me 3 lule nuk vjen pranvera. Rëndësi ka unë dua të flas për shoqërinë, sepse efektet këtë mision, këtë ide, këtë dëshirë që ka Zamira dhe disa të veçantë nuk kanë ndikuar kaq tek shoqëria, që ka ndodhur gjë e kundërt. E para e kam një pyetje Zamirës, apo të gjithëve që mendojnë. Kemi mundësi, po e bëj një pyetje publike për persona. Si simbol, më tepër simbol, për persona që mendojnë se Zamira, janë për të përgëzuar, por përse mori ndryshim Shamia mbyllja? Unë jam një zonjë që gjyshja ime para 90-s fshehura zi ka qenë me sharp, me nap, e keni parasysh me mënyrën si më lidhesh. Është kjo foto. Bravo. Unë kam pas 2 gjyshe, të dyja ne jemi mysliman. Edhe jam mysliman që thon 24 karat, thot turku. Fjalë bukur. Gjyshet e mia, njëra nga gjyshet e mia fshihej dhe bënte falje. Dhe unë nuk dija që ishte falja dhe ne mendonim isha shumë e vogël që nga çmendur gjyshja. Ku shkojnë në Turqi dhe shikoj njerëzit që uleshin mbi një tapet, mu kujtoa gjyshja e ndjer dhe atëherë kuptova çfarë ka bërë gjyshja në atë kohë. Pra unë jam pro besimeve. Pra, po këtu ndalemi tek pjesa e thirrjes. Pra ajo ishte thirrje dhe edhe pse nuk ishte e lejuar feja. Ajo gjente mundësinë për ta bërë sepse ka qenë thirrje shpirtërore. E kam dhe këtu që nuk e plotsova. Përse është deformuar mënyra e të mbyllurit? Edhe gjyshet e mia kanë qenë. Nuk e di sa mund ta kthej Zamira këtë përgjigje. Jo Zamira. Unë e hedh si temë, nuk ka rëndësi të marr përgjigje se është e qartë. Përse është deformuar mbyllja? Pra, mënyra e të lidhur Shamis, sepse kjo nuk është kultura jonë. Kjo është që më shqetëson më shumë dhe Zamira, nëse në familjen e saj ka demokraci për besimet fetare, kjo nuk është të thotë që në shtresat e pazhvilluara tek ne. Ne kemi zona rurale, ne kemi njerëz të pa arsimuar dhe duan s'duan do ta marrin si kallëp, pra si urdhër të Zotit apo si urdhër të këtij besimi që duhet të mbyllet. Po prandaj është pikërisht momenti që ne japim zë Zamirës dhe profesionistëve si Zamira që të paktën në jetën e tyre kanë treguar që kanë vepruar pra që japim shembuj të mirë të personave që veprojnë me integritetin personal. Po sa ndikon kjo kur punohet fort për të mbyllur vajzat tona. Ju e dini që kemi edhe të dëgjuar që edhe investohet fort thjesht për të mbyllur femrat tona? A është ajo pyetja e parë që pastaj dalim tek ajo që thot profesori, pra është profesori, sepse un para 10 vjetësh kur vija këtu dhe shikoja ose kur shikoja online faljet nëpër bulevard dhe për Bajram kanë qenë me disa rreshta. Sot janë mbushur bulevardet edhe pse shkohen xhamit. I respektoj besimet e tyre, por duhet hulumtuar dhe jo hulumtuar, po është bërë qartë tashmë që investohet fort që këto rreshta të shtohen. U shtov besimi, por sa është dhunë kjo? Mirë, se pastaj dalim nga ana tjetër që secili mund të thotë që unë dua të respektoj njësoj siç e respektohesh ti që beson, për shkak se beson në fe tjetër. Në qoftë se ka konstatime. Se dia ka Zamira një ndërhyrje se ne e falenderuam për ndonjëse që do ishte. E fjala e fundit, nuk mund të jepet ky mendim pa u konstatuar në çfarë moshe fillon Shamia. Nëse ti i vesh Shamir vajzës moshën 13 vjet, 15 vjeç, kjo nuk mund të jetë dëshirë besimi. Dhe përse mu deformua Shamia? Gjyshet e mia kanë pas qafën e hapur, përse mu mbyllet dashur Zamir? Ja ta dëgjojmë. Pse mbyllet? Ka të bëj kjo? Ja, mund të flas tani? Po, Zamira. Unë prap do i mëshoj arsimit, sepse hyra në temë për arsimit dhe do them, nëse
tek mbulesa, pra kemi analizuar fëmijët, vajzat dhe pikërisht vajzat të moshës të shkollës 9 vjeçare dhe të gjimnazit. Dhe po analizojmë mbulesën si diçka e keqe që ne po i bëjmë të zgjedhjen ose mbulesën ose arsimimin. Në momentin që neve një fëmijë vendosim brenda këtyre dy zgjedhjeve, njëra është shpirtërore, e cila është ajo e cila lidh atë me bindjen ndaj Zotit, dhe tjetra është në kontekstin e arsimimit, që ajo do të arsimohet. E zëm se ky fëmijë nuk po themi si erdhi bindja tek ajo, edhe nëse është manipuluar çdo gjëra të tjera si këto. E vendosi dhe mori këtë hap shpirtëror për të vendosur një bindje ndaj Zotit të në besimin e vet që ashtu i karakterizon. Atëherë, çasti i arsimimit duhet të jetë që hajde ta mbajmë në shkollë, hajde ta arsimojmë, hajde ta bëjmë. Okej, më fal tash se nuk kam ardhur, më fal. Më fal. Jo, nuk të lejoj. Më fal se nuk ka minuta. Nuk e dua ta dëgjoj të njëjtën gjë 3 herë. Ky arsimim do më zhvilloj mua apo do më çoj mbrapa? Në qoftë se dikush arsimohet edhe e mbyll kokën më tepër se sa gjyshet tona që kemi kulturën tonë fetare, besimi kulturore, tradicionale, në qoftë se ky arsimim mua në gjeste, në vepra, në sjellje më çon më mbrapa, unë këtë nuk mund ta quaj vlerë. Përderisa atë shamin është ndryshuar në mënyrë tjetër, e bëra 3 herë një pyetje nuk marr përgjigje. E dashur, nderuar, do t'ja japësh dorën ti kolegut tënd, do punosh se në Turqi ka ndodhur që thot jam doktoresh dhe nuk e prek se është mashkull. Unë flas nga eksperienca 30 vjeçare atje, të respektoj mendimin personal, po unë në fundit jam shuar sot që herët të dëgjoj diçka 2 pyetje të thjeshta që dua di si është niveli në vendin tim të mësoj ca gjëra. Ju flisni unë ajo unë kjo, e dashur të respektoj. Edhe më fali që po flas me ton të lartë. Nuk e mora këtë pyetje se kjo më revolton tepër. Do përgjigjen nga Zamira. Dua arsim, më fal, nëpërmjet fjalës arsimim. Nuk është Zamira për ta dhënë Zamira, jo, atëherë mjaft në kontekstin. Nuk është arsimim personal. Nuk është vetë ne Zamira kemi marrë si shembull suksesi. Jo, në parim po flas. Zamira, e dashura Zamira po flet për parimet. Në qoftë se do zhvillim të një femre që nuk i jep dorën një mashkulli, nuk punon me një mashkull, nuk e prek apo nuk komunikon. Po të tregon që është e suksesshme edhe që është besimtare. Për një individ. Po pra, këtë po japim shembullin e një individi që sot 1, nesër 2, pas nesër 3. Kur të kontaktoj në karrierën e saj, kur të kontaktoj, a do të ketë, a do të preki një mashkull, ka karrierë. Është karrierë, do me thonë, do punoj me meshkuj. Një femër që si jep dorën një mashkulli mbas kemi 35 vite që po zhvillohemi gjoja, në qoftë se ne unë shkoj këtu. Këtë e quan zhvillim, Zamira? Për këtë po flasim që në rastin e familjeve. Të njëjtat gjëra po thua. Me këtë shikolaps në dorë, unë i sjell shoqërisë fal aftësive të mia të arsimimit, benefite shumë të mëdha. Dhe nëse ti me heq të drejtën që unë me këtë laps në dorë të jap aftësitë e trurit tim, në qoftë se zhvillimi jot më çon në regres, patjetër që do. Në qoftë se arsimimi jot të çon në regres, pse jo? Pse jo? Plazhet veç, femra veç, meshkujt veç. Dorën se jepni, shkon takon diku të mban dorën këtu. Unë nuk besoj që është e vërtetë kjo e gjitha, pra mund të ekzistojë. Ky është debati, po do lindi ky debat. Ajo do shkoj, do mbaroj shkollën. Nuk e vizitoj për auditorin, flasim për nxënësit dhe pastaj flasim për të tjera. Ku do shkoj? Por momenti që ne kemi problematikë auditorin, bota që po e ndalon, nuk po e bën kot. Se janë gjëra. Po ne nuk duam të ndajmë te radikalizmi, profesori e thekstit. Se i mora dhe fjalën profesorit tash. Që edhe të japim edhe hapësirën e tij. Zamira, faleminderit shumë, në thash. Ke një ndër ato momentet që ke respekt total për mënyrën se si ti e shpreh edhe e tregon suksesin tënd. Dhe nuk duhem vetëm mund të them bravo, por që unë duhet ta përgëzoj Zamirën vetëm për një aspekt se nuk e njoh si individ apo si personazh. Ja të dëgjoj, po? Me shpirtin e vërtetës time shikoj që vajzat me mbulesi në përgjithësi, në auditore janë vajzat të cilat janë në etikë sjellje shumë të lartë dhe që janë shumë të përgjegjshme për të marrë arsimin. Tu jam shumë dakord unë sepse kam pasur disa raste që këto vajza janë ato që kopjojnë edhe më shumë, po nuk duhet i hym këtij debati. Domethënë nuk është rasti këtu që ato janë vlerat fetare janë shumë të vlefshme dhe duhen respektuar, po sjellja nuk është gjithmonë ajo që evokohet përmes edhe
rritjeve fetare. Kështu që në këtë aspekt nuk do doja të hymë në këto, se gjithkush ka mendimin e vetë në raport me këtë çështje. Janë pjesë e karakterit disa Po, se cili ka standardin e vetë, patjetër, jam krejt dakord. Unë dua t'ju përgëzoj ju që akoma ju nuk e keni imponuar vajzën tuaj për t'u veshur ashtu si kur ju keni zgjedhur. Ky është një element i rëndësishëm për ta evidentuar tek rasti juaj, sepse unë nuk ju njoh si personazh publik në raport me ndikimin që ju keni në shoqëri. Ajo që është e vërtetë deri tani, për hir të vërtetës, ne jemi një vend i cili lirinë fetare e kemi absolute në çdo drejtim, edhe në auditore, edhe në gjithë sistemin arsimor. Dhe kjo është gjë shumë e vlefshme. Fatkeqësisht ne nuk duhet të shkojmë në drejtim të ritmit që ka Kosova, ku këto praktika fetare janë ndikuese shpeshherë edhe në politikat publike apo shoqërore. Në këtë aspekt ne duhet kemi një standard më të matur, do thosha, në drejtim të këtyre elementeve. Ne duhet jemi një vend i cili garanton liritë fetare të individëve, ata të jenë të lirë të zgjedhin se çfarë duan të bëjnë ata në raport me një besim fetar, por shpresoj shumë që këto numrat e shpejt që po rriten, mos t'je një projekt politik i cili do të ketë një mision më të madh akoma se sa thjesht veshja një femre. Kjo është një ekstrakt i cili duhet të evidentuar dhe duhet të vënë ndoshta edhe në debat publik, sepse herë promovime të tilla të elementeve të caktuar në institucione të ndryshme janë element të cilët mund të riskojnë për mbas 30 vitesh apo mbas 50 vitesh garancinë që fëmijët tanë të rriten të lirë dhe jo të imponuar nga sjellje të caktuar. Faleminderit profesor, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për qafimin virtuale në këtë mënyrë.